Historinë e familjes, Elionës ja keni sjellë që javën e parë dhe ka qenë pikërisht Alba me Benitën që ja ka sjellë, fillimisht, kur e lynin me parfum dhe i gjunin me jastik. Ai ka qenë momenti, ka qenë java e parë, se ju kujtoni se harrojmë ne këtu. Ajo ka qenë momenti që ju i keni sjellë Elionës historinë dhe fuqishëm, po Benita, ti ke kërkuar falje dhe nuk e ke përsëritur më atë gabim. E di. Historinë e Elionës. E dim, e kemi diskutuar, Eliona, e kemi diskutuar, mos na çote prajmi i parë. E di që ke kërkuar falje, ke qarë, nuk e ke ditë historinë, e dimi, mbaj mend gjitha, mos kujto se publiku nuk i din këto gjëra. Dhe më pas labi hyri në shtëpi dhe loja e tij sigurisht ka qenë vetëm informacione nga jashtë ose i heshtur. Dhe tani i rizgjuar nga dje sot, përsëri me informacione nga jashtë të ripërsëritura, për informacionet se cilat ti ke kërkuar falje, dhe tani e duke i risjell përsëri aty. Më fal Hapi, po unë mendoj që ti nuk dit lush Big Brother, ti dit lush vetëm me informacione nga jashtë. Ke pasur kohë mjaftueshëm aty brenda shtëpisë që ti të krijosh situatat e tua brenda shtëpisë, të mbash qëndrimet e tua brenda shtëpisë, të kesh argumentat e tua për situatat dhe fenomenet që ngrihen brenda shtëpisë dhe ti vazhdon akoma luan me gjëra nga jashtë. Jo, ka që është kapaciteti, se fajsoj. Po.